Në tetor të vitit 1985, pra 40 vjet më parë, në Vlorë vinte për herë të parë treni. Sot, 40 vjet më vonë, ky shërbim nuk funksionon. Ka më shumë se 20 vjet që treni nuk e kryen itinerarin e tij në Vlorë, ndërkohë që stacioni është totalisht i dëmtuar, por edhe hekur rrudha është po e tillë. Për të bërë të mundur rikthimin e shërbimit e kurridorit në Vlorë, nga qytetarët ka kërkesë, por dhe nostalgji, duke cilësuar një shërbim i cili ishte për vetë këta të fundit, duke shmangur edhe kostot e mëdha për të shkuar drejt qyteteve të tjera. Natyrisht, 40 vjet më vonë, mes qytetarëve, nostalgjia për trenin në Vlorë vijon të mbetet. 40 vjet më parë, tetor 1985, në Vlorë mbrinte për herë të parë treni. Sot ky shërbim nuk funksionon më. Godina e stacionit të trenit thuajse totalisht e rënuar, ndërsa shinat që kanë mbetur si relike thjesht tregojnë se shërbimi hekurrëdor edhe në Vlorë ka funksionuar dikur. Prej më shumë se 20 vite, shërbimi hekurrëdor në Vlorë ka pushuar se ekzistuari. E megjithatë, për banorët e qytetit të Vlorës, treni në Vlorë mbetet nostalgji e të kaluarës. Mes shpresës se ndoshta do të rikthehet, qytetarët shohin edhe si një mundësi të mirë lëvizje, me kosto jo të lartë për vetë ata. Kur ju sa vjet, gati në 20 vjet po. Dhe ky është stacioni i fundit. Po treni duhet, ç'i duhet? Treni duhet o vëlla. Unë kam udhëtuar me tren Kavat Tiranë. Kemi marrë gjëra dhe shkarkojsim këtu. Po i mungon se si mungon. Që si mungon, e kanë shkatëruar, e kanë bërë shi. Pri bret sot. E kanë bërë pri bret Vlorë. Keni nostalgji për trenin? Po që s'ka. Do iki populli, ma se s'ka lek të iki në Tiranë, me taksira, bën 100.000 lek. Me tren është me lek. Oveja vizitoshja gjithnjë në Tiranë edhe me tren ikja. Vlora 40 vite më parë regjistronte për herë të parë lidhjen e saj me shërbimin hekurrëdor shqiptar. Sot, përkundër, nuk funksionon dhe mbetet jashtë shërbimit mes nostalgjisë së vetë qytetarëve.